Rolando Maran debutoi me humbje te kombëtarja shqiptare. Kuqezint u mposhtën me rezultatin 0-1 nga Izraeli në stadiumin Air Albania. Golin e vetëm të miqësores e shënoi Oskar Gluh në minutën e 73. Maran mund të ngushëllohet me faktin që 2 trajnerë që shkruan historinë me Shqipërinë, po ashtu debutuan me humbje. Fillimisht, Gianni De Biasi, që njihet edhe si mik i Maran, ishte në stol për një miqësore në ndeshjen e parë. Shqipëria u mposht në transfertën e Gjorgjis me rezultatin 2-1. Ishte shkurti i vitit 2012. De Biasi më pas u bë trajneri i parë që dërgoi Shqipërinë në një kompeticion si Europiani. Trajneri i dytë që u bë pjesë e historisë me kuqezint ishte Silvinho. Tekniku brazilian po ashtu debutoi me humbje, ndërsa kombëtarja humbi 1-0 në transfertën e Polonisë. Ishte marsi i vitit 2023. Silvinho jo vetëm shkoi në grupet e një Europiani, por edhe udhëhoqi Shqipërinë në play-off të botërorit. Shqipëria e ka nisur me humbje etapën e saj në drejtimin e Rolando Maran, e mposhtur me shifrat 1-0 në Air Albania nga Izraeli. Në një ndeshje ku Maran kishte zgjedhur ta niste me Mehmetin në sulm për krah Brojës dhe Hoxhës, ishin kuqezint që kishin iniciativën pikërisht fal lojtarit të ri në repartin e avancuar, pasi ai tentoi disa herë të gjente rjetën. Por kuqezint nuk ja dolën të shënonin në një ndeshje që kishin mjaft mirë nën kontroll. Por një zbritje e shpejtë në të majtën e Glouh dhe një diagonale e tij në shtyllën e largët, gjeti të pavendosur mirë prapavjen kuqezi dhe solli golin e vetëm të ndeshjes. Kjo pasi pavarësisht ndryshimeve të Maran, Shqipëria u shfaq më pas rrallë herë rrezikshëm në sulm, duke mos krijuar shkëmbijën që pritej për të barazuar rezultatin, pavarësisht dëshirës që shfaqen kuqezint.